Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me qytetar të Pukës, ku akuzoi ashpër qeverinë Rama për dështimet në drejtimin e vendit. Berisha i cilësoi me ashtrim premtimin e Ramës për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke shtuar se në 12 vitet e fundit nuk kanë bërë asnjë hap të vërtet drejt integrimit. Ai u shpreh se qeveria socialiste ka sjellë vetëm largim masiv të qytetarëve nga Shqipëria, një fenomen që sipas tij dëshmon dështimin total të politikave ekonomike dhe sociale të mazhorancës. Pasaporta europiane e tij është pasaporta më kallpër në botë. Me Edi Ramën nuk shkohet kur në Europë. Po, me Edi Ramën mbi 1.099.000 shqiptar ikën nga Shqipëria dhe morën në Europë pasaportën europiane. Pasaporta europiane e Edi Ramës është si djegë si Tiranës, është si premtimi për shpejtësinë falas. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike akuzoi Ramën si arkitektin e skemave korruptive që kanë dëmtuar rënd ekonominë dhe kanë cënuar çdo vlerë të jetës publike. Po të mos kishte mercenar Dumanin, Erioni do dukej lule në krahasim me Edi Ramën. Ai gjithashtu tha se në çdo dalje publike Rama denigron familjen shqiptare duke goditur shtyllat morale të shoqërisë. Dëgjojeni se si shkon. Kalon nga takimin takim me një gjuhë që s'po e them se e thash disa herë, s'po e them më, po e dini vetë ju, në të cilat përpiqet të denigroj familjen shqiptare sepse ai mendon se duke denigruar babain, prindin, bashkëshortin, vllaun, e gëzon nënën, motrën, bashkëshortën, nuk ka mendje më perverse se kjo. Berisha u ndal dhe tek pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike. Në këtë qark, se në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Nuk do ketë ndihmë ekonomike ndën 200 euro. Nuk do ketë pagesë pa punësie ndën 200 euro. Pensionet tjera do rriten me 20% dhe rroga minimale do kalojë në 500 euro. Berisha u kërkoi mbështetjen qytetarëve për të sjellë ndryshimin, duke i ftuar ato të mos mbështesin partitë e reja dhe të ndëshkojnë me votë qeverinë aktuale në zgjedhjet e 11 majit.